Këtë mos ja thuaj njeriu. Fjalët mbajnë sekrete të ruajtura me shumë xhelozi. Mirë po, populli thot se çdo kope ka një dele të zezë. Pra dikush e tregon pa dashur këtë sekret. Po të shikojnë vetë fjalën sekret në disa gjuhë, siç janë edhe më lart, ato mbajnë të njëjtën ide dhe kanë një pamje pothuaj të njëjtë. Mirë po, italishtja duket sikur e hap vetë mekanizmin e fjalës sekret. Po të shikosh fjala segreto, nëse i bën një metatezë të vogël, ajo del në origjinë nëpërmjet gjuhës shqipe. Sekreti është ajo që e din pak veta dhe nuk duhet të tregohet. Kamuflimi në këtë rast i fjalës mbart peshën figurative për vetë fjalën. Dhe kështu shqipja ndriçon italishten, ndërkohë italishtja ndriçon shqipen. Siç duket, gjuhët nuk janë armike me njëra tjetrën. Dhe kjo quhet marrëdhënie, merr dhe jep. Pra, kjo nuk quhet kuazim, po marrëdhënie.